Leni që në emën grupit parlamentar të LDK-s dhe kryesisë së saj, sot konfirmojmë që edhe takimi 34 i seancës parë për konstituimin e kësaj legjislature konfirmoj edhe njerë që çështjet politike dhe zgjedhjet e organeve deri në konstituim dhe në funksionalizim nuk mund të zgjidhen me procedura, por duhet zgjidhen me marrëveshje politike. Çështjet që kanë frymën e rregullorëve të kuvendit dhe çështjet që ndërtohen për procedurë nuk i zgjidhen problemet politike asnjëherë dhe në vazhdimsi do t'i nënshtrohemi rregullit një ditë po, një ditë jo për të takuar, por ne edhe sot kërkojmë që Partia e Parë ta menaxhon detyrën e vetë, përgjegjësinë e vetë që dal nga 9 shkurti, ajo është që t'i jep mundësi që Kuvendi i Republikës të konstituohet sipas një marrëveshje eventuale që arrihet dhe të hynë në fazën e ndërtimit dhe legjitimimit të Kuvendit të Republikës. E dyta, ajo më pak e rëndësishme, ka të bëjë që duhet ta kuptojmë që dy binart, sikur në rastin e parë, edhe procedurë, edhe politik, marrëveshje politike, edhe deputet, edhe minister nuk mund të funksionon qeveria në detyrë, sepse po e shihim në ditëve të fundit që më shumë kalojnë kabinetit qeveritar në zyret e prokurorisë se sa në zyret e qeverisë. Këtë atë kohë që mbetet pas intervistimeve për gjetjet dhe dyshimet e bazume që prokuroria e shtetit dhe organet i kanë për gjithë autoritetet e këtij kabineti qeveritar, ata po vazhdojnë me bë vendime kundër kushtetutës dhe është abuzim i pastërt me pushtetin. Kjo nuk kupton që duhet të sanohet, duhet të largohet konflikti i interesit me ata përfaqësues në kabinet që kanë dhënë betimin për deputet. Praktikisht, edhe kjo e ngarkon dhe mund të ndikon në arritjen e një marrëveshje politike eventuale. Me grupe politike që vërtet nuk dojnë asnjë formë me leju që fryma kushtetutës edhe shkelja kushtetutës me ndodhë çdo ditë edhe mos mu parandalu. Megjithatë, një agjendë e shtëpisë bardhë që në tavolinë është aktive tash e disa vite dhe që ka shkaktuar marrëdhënie të kushtuara të kësaj qeveri dhe ti kryeministri në detyrë edhe me BE-n, edhe me qeverinë amerikane dhe me qeveritë partnere, po vazhdon të jetë kërkesë e jonja që përmes një qeverie kalimtare të mos presim që të krijojnë situata ku vjen një qëndrim sikur që ndodhi shtunën e fundit nga presidenti amerikan zoti Trump, i cili e rastin e Kosovës e nënvizoi si ndërhyrje të tij në rujtjen e paqes dhe dëmi këto 4 vite që ka ndodhur do të kthehet për të përmirësuar. Cila është dëmi më i madh do të pyetni, që marrëveshja Vučić-Kurti në orë. Nga perspektiva jonë, nga ajo që ne lexojmë, kjo është ajo që Kosova ka sjellë dëmi më të madh, por konfirmimi që do të rikthehet në kupton që duhet jemi gati, duhet të jemi përgatitur dhe qeveria duhet të ketë legitimitet, kuvendi duhet të jetë funksional, në mënyrë që të përballohet çdo kohë kur mund të ketë një thirrje, sepse ajo mund të vjen çdo kohë. Sikur në rastin e takimit të parë në shtëpi të bardhë, kur është ftuar zoti Oti për arritjen e marrëveshjes me 4 shtator, ka qenë e shpejtë, e programuar edhe kushtuar me ftesa që të shkohet delegacioni dhe përbërja delegacionit është konfirmuar, përkundër që zoti Thaçi si president unë dalë në Vjenë për shkak të paralajmërimit doma specializuar, ndërsa zoti Oti si kryeministër e ka marrë rolin edhe ka përfaqësuar Republikën e Kosovës në realizimin e asaj marrëveshje. Ne jemi këtu me konfirmuar edhe një herë që opcioni i LDK-s për qeveri kalimtare e ndërtuar në parime dhe në dakordime, në parime dhe të dakordohemi për agjendën dhe për formatin e kësaj qeverie në mënyrë që të përballet këtë kjo agjende e përbashkët në interes të Republikës Kosovës. Opcione tjera që janë politike, Partia e Parë nuk po arrin me ndërtu marrëveshje për me ndërtu qeveri, dhe partia e dytë në opcionin e një bloku kundra i Partisë Parë, po ashtu është e shkurt në arritjen e një legitimiteti.
Ne dëshirojmë që në racional, konkret dhe të zbardhëm para qytetarëve. Ne nuk mund dalmi me propozime as të rasti parë, as të rasti dytë me diçka që nuk po arrihet mu maksimalizu dhe me mri një shumicë politike në kuvend. Dhe nëse nuk arrihet një shumicë politike, atëherë vetëm është proces i destinu me dështu, me abortu para se me fillu. Dhe ka nuk merë pjesë në këto procese. Kështu që opcioni jonë cilën fiton edhe partia parë dhe partia dytë më shumë, është mbi gjitha vlerësohet qytetari i Republikës tonë, njerëz që kanë fillu me pa me neveri takimin e kësaj seance dhe me shtu presionin që të arrihet që të funksionalizon organet e dalën nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Fatkeqësisht edhe matutje ne po insistojmë sepse një takim i madh ka ndodhur për këtë opsion, ka pas komunikim politik në mes liderëve politik, por partia parë ka reagu ende pa dëgju mirë, ende pa lexu mirë, deri në fund dhe ende pa kuptu propozimin tonë, kanë fillu me reagime dhe me shkaktu shpesher edhe ato që quhet gare pështymës në procese politike, duke mos i dhanë mundësi me diskutu një propozim, një opcion i cili mund të jep, dhe ne besojmë që është i vetmi opcion që mund të jep zgjidhje krejt kësaj krize politike që po shkaktohet nga partia parë. Me gjitha partitë politike, komunikimi i liderëve ose zyrtarë gjithmonë mund të jetë në vende jo formale, por është gjithmonë i tillë, po ka pas takim edhe të presidentit e Republikës, që e dini, ka qenë takim i ftuar për të dalë nga kjo situatë ku opcioni i LDK-s po ashtu është diskutuar. Urdhani? Nuk ka legitimitet askush në këtë fazë, këtë periudhë kohore që jemi, me përfaqësu Republikën e Kosovës në asnjë nivel, në asnjë format dhe në asnjë takim sa i përket dialogut për normalizim Kosovë-Serbi. Sepse ka shumë paqartësi nga vetë BE-ja, ndërmjetësi i mandatuar nga OKB-ja, ka shumë zhvillime rajonale që janë përtej këtyre që në Kosovë ende vazhdo të quhet normalitet, veprimet dhe reagimet kanë shku deri në nivel të konflikteve ushtarake tashmë, dhe edhe as kryeministri nuk ka mandat me përfaqësu të mos flasmi me delegutë e dikush tjetër çështën e dialogut. Duhet me funksionalizu roli i Kuvendit Republikës, i cili e mbikëqyr procesin e dialogut, duhet mos zgjedh qeveria cila me legitimitet ri dhe mandej duhet më ndërtu një konsenzus sa ma i gjërë në mënyrë që kryeministri i ardhshëm me shku me përfaqësu. Në anën tjetër, unë e thash, për ja konfirmoj edhe një herë, qeverinë detyrë me konflikt interesit pastër, duke shkel kushtetutën, sepse edhe deputat edhe minister nuk mundet, dhe kushtetuta ajo në fryma kushtetutës nuk e lejon, dhe mbi gjitha, ministrat ma shumë po kalojnë kohën prokurorisë në qeveri, por vendimet që janë të sjellë janë kundërligjore dhe me pasoja. Faleminderit shumë, ditën e mirë.